thënie të mençura nga Epikuri. Epikuri ishte filozof I Greqisë së lashtë. Citojmë disa prej thënieve të tij. Secili e lë jetën sikur ta kishte filluar në atë çast. Vdekja nuk përbën asgjë për ne, sepse edhe të shijuarit, edhe të vuajturit përcaktohet nga ndihimi, dhe vdekja s'është gjë tjetër veç se mungesa e ndihimit. Është më mirë që të dështoj një projekt I mirë, se sa të ketë sukses një projekt I keq. Në një diskutim mes njerëzish, që u pëlqejnë arsyetimet, fiton ai që humbet, duke qenë se ai mëson. Sa të jem gjallë, duhet të përpiqemi të bëjmë të ardhmen më të mirë se të shkuarën. Nëse u shmangësh të gjitha ndjesive, nuk do të kesh asnjë mjet për të dalluar ndjesitë e vërteta nga ndjesitë e rreme. Duhet të lirohemi nga burgu I pazarve dhe I politikës. Duhet shijuar çdo kafshat nëse do që ushqimi të bëj mirë. Nuk jemi kur as tepër të rinj dhe as tepër të vjetër për të qenë të lumtur. Kujdesi për mirëqenien e shpirtit është me vend në çdo moshë. Ka dëshira që janë natyrore të nevojshme, ka të tjera që janë natyrore por jo të nevojshme. Ka edhe nga ato që nuk janë as natyrore as të nevojshme, por vijnë nga kotësia e mendjes. Asgjë re nuk ndodh në univers duke konsideruar çdo gjë që ka ndodhur në amshim. Maksimumi I kënaqësisë është thjesht eliminimi I dhimbjes. Gjëja që na shijon më shumë nga jeta nuk është kozgjatja e saj, por ëmbëlsia e saj. I pangopshëm nuk është stomaku, siç thonë disa, por ideja e rreme që stomaku kërkon sasi të pafundme. Pasuria nuk është të shtosh të hollat, por të kufizosh nevojat. Nëse hynit do të plotësonin lutjet e njerëzve, njerëzimi do të shfarosej si pasojë të këqijave që njerëzit kërkojnë për njëri tjetrin. Nëse jeton sipas normave të natyrës, nuk do të jesh kur I varfër. Nëse jeton sipas mendimeve të dynjas, nuk do të jesh kur I pasur. Pasuria më e madhe është të dish ti mjaftosh vetës sate.